Kosova është shumë më e madhe se secila parti. Ne jemi të gatshëm për zgjedhje në çdo kohë. Nuk është në rregull të normalizohet kjo lloj situate. Edhe një herë bëjmë thirrje për reflektim. Ne si Parti Demokratike e Kosovës kemi ofruar zgjidhje. Nuk është koha të barikadohemi, po e ripërsëris, Kosova është shumë më e madhe se secila parti dhe se secili prej nesh veç e veç. Kosova ka nevojë për institucione. Ne kemi pasur mbledhjen e Këshillit Drejtues javën e kaluar, ku është vendosur që kandidaturat të sillen në kryesi, pastaj kryesia i miraton kandidaturat një nga një veç e veç. Ne jemi të gatshëm për zgjedhje në çdo kohë, mirë po ne duhet të jemi më të vetëmenshëm. Nuk është gjithmonë me rëndësi që na bjen mirë ne si parti politike, se sigurisht edhe në bazë të matjeve, por edhe në bazë punës në terren, është e qartë që Partia Demokratike e Kosovës ka shënuar rritje. Por kjo që ne kemi shënuar rritje nuk do të thotë që ne duhet të imponojmë zgjedhje.